Përshëndetje të nderuar miqtë mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi ditën e sotme në kanalin Monitor TV, së bashku me mua Tirona Lilin. Shpresoj njëherë që të keni nisur një ditë të mbarë, edhe pse dita sot është me shumë diell, por e kemi nisur me shumë lodhje që në mëngjes, por ditët e lodhshme në fund të ditës kanë edhe suksesin e tyre. Do të fillojmë komentime për dyshen që në fakt po kurorzon Median Rose, po kurorzon me kurore në kokë. Do të thoni pse, sepse janë më të komentuarit, janë më të përfolurit, ka më shumë interes për jetën e tyre, për profesionin e tyre, nga privatësia deri tek pjesa publike, çfarë ndodh me to, gjithçka që ka të bëjë me zgjestit edhe eglit. Pikërisht për këtë dyshe po flas. Por në këtë komentim do të flas vetëm për gjestin, për një veprim që në fakt ka marrë vëmendjen e medias sociale. Të gjithë janë fokusuar te ky veprimi. Ju e dini shumë bukur që më datën 17 gjesti performoi në Gjermani, ku të gjithë shqiptarët jo të gjithë Gjermanisë, po në pjesën ku gjesti performoi, kishin fatin të ndjekin dhe të shohin nga live të preferuarin e tyre, në këtë rast gjestin. Atmosfera ishte kulminacion, dhuratat ishin nga më të shumtat, te unazat, te vathët, te varsat, do të thënë që gocat mundoheshin të respektojnë gjestin në të gjitha format e mundshme. Publiku ishte entuziast, do të thënë atmosfera ishte kulminacion. Do ta quaja nga mbrëmjet më të mira që gjesti ka patur në profesionin e tij apo në artin e tij deri më sot. Paktën edhe nga mbrëmjet që i kemi parë, po të bëjmë një lloj krahasimi, po të bëjmë një lloj analize, kjo ishte mbrëmja më kulminante dhe mbrëmja që në fakt gjestin e nxori më bukur. Tani, në shumicën e rasteve e kam kuptuar, e kam lexuar, kam dëgjuar që është komentuar shumë keq koncerti i gjestit, thonin që nuk bën atmosferë etj, por unë gjithmonë kam qenë koherent te kjo pjesa sepse mendoj që këngëtari është i lidhur me energjinë e publikut dhe respekt për publik të tjerë kanë qenë çik pak më të dobët në këtë aspektin e energjisë, ndërsa këto në Gjermani sikur donin ta hanin komplet, do të thënë ishin shumë entuziast, ishte një publik i kallun, si i thon gjuhën popullore. Dhe për këtë gjë, gjesti pati edhe më shumë energji të performon edhe më shumë në skenë. Më thënë ka qenë një mbrëmje spektakolare. Te grupi që ka krijuar në Instagram, gjesti dje nisi një fotografi që unë tani do t'ua sjell që ju t'i shikoni, bëhet fjalë për këtë foto, dhe normalisht detajistët, ato që i shohin gjërat me detaje, kanë ofruar foton me zoom dhe kanë parë këtë gjën. Bëhet fjalë për një zemër me shkronjën E. Kjo zemër që në fakt ra shumë në sy, të gjithë u gëzuan, të gjithë e duar trokitën, do të thënë gjesti ka vënë në qafë shkronjën e eglit, shkronjën E. Tani, a e ka bërë me kastile gjesti këtë foton, që ta kapin këtë detajin, apo është rastësi dhe nuk e ka menduar që ta kapin këtë detajin, kjo mbetet për të kuptuar, por mënyra se si është e bërë fotoja, me kokën e ngritur më njanë, do me thënë është pak e rastësishme për t'i dhënë një mesazh publikut që raporti im mes eglit është një raport në ndërtime sipër, është një raport që ne po njihemi, është një raport që ne po shfrytëzojmë të gjithë kohën e mundshme tonën për të arritur ta ndërtojmë apo për të arritur t'i vëmë një lloj kurore shpirtërore ndjesisë që ne kemi për njëri tjetrin. Shkronja E nuk është rastësisht. Do me thënë me patjetër që simbolizon eglin, simbolizon çokoladën e tij, që në këtë rast është egli, dhe mendoj që me kastile ka ardhur kjo fotografi. Nuk është spontanitet në asnjë mënyrë, është shumë mirë e menduar dhe varsa në qafë tregon që gjesti është në një marrëdhënie. Tani unë dua të besoj që këtë varsën ja ka dhënë dhurat egli. Unë kështu dua ta besoj. Ndoshta nuk është edhe ashtu, por rastësi nuk do t'ishte eja në këtë varsë, do kishte një shkronjë tjetër, do të thënë është fotografi e pame në detaje. Gjesti po e shijon pafund Gjermanin, por siç duket po e shijon edhe dashurinë e tij. Tani çka ka ndodhur tjetër? Miku i gjestit
Albosi. Përpos kësaj gjëje që e konfirmon që Gjesti dhe Egli janë në një marrëdhënie, janë në një komunikim, unë nuk them që janë martuar dhe kanë bo kalama, po do të thënë janë në një komunikim, janë në një marrëdhënie, janë në një ndjesi shpirtërore, në një lidhje le ta themi. Shoku i Gjestit, Albos, ditën e djeshme ka postuar Eglin në Instagram dhe kjo ndërlidh gjithçka, çdo lëvizje, çdo veprim që po ndodhen mes shiftit, sepse veprimet nuk do bëhen pa patur komunikim, pa patur do me thënë marrëveshje, për veprimet nuk mund të bëhen në asnjë mënyrë. Për shembull, pse nuk bën veprim dikush tjetër, por bën veprim Egli. Në momentin që Egli bën veprim, kjo të lë të nënkuptosh që Gjesti dhe Egli kanë komunikim dhe kanë gjetur pikën e sekretit të famës së tyre. Dhe këtë pjesën e përdorin për sekret fame. E kemi thënë gjithmonë, është pjesë marketingu që ato të bëjnë marketingun për veten e tyre, për të shitur profesionin e tyre, për të shitur famën e tyre. Fundja fundit të gjithë artistët preferojnë të jenë në vend të Gjestit edhe të Eglit. Domethënë kjo është një arsye që arsyeton pse këto nuk bëjnë një foto apo nuk bëjnë një like apo një diçka tjetër, po nuk do thotë që Egli nuk e hapën profilin e Gjestit në Instagram dhe Gjesti nuk e hapën profilin e Eglit në Instagram. Tani po të kemi fatin t'ju marrim celularët dhe të kontrollojmë searchin, do të shohim se vetëm Egli dhe Gjesti mund të kërkojmë aty, jam shumë i bindur për këtë gjën dhe jo gjë tjetër. Por mbi të gjitha, do me thënë, vetëm këto dy lëvizje të vogla nga Albosi, i cili përkrahan Eglin publikisht se nuk ka arsye përse ta bën, ndoshta mund të jetë edhe një akmarrje për dikë tjetër, por nuk ka arsye përse ta bën. Në qoftë se Gjesti do të ishte ndarë me Eglin, Albosi nuk do ta kishte bërë. Pse Albosi nuk nxori një femër tjetër në story, po nxori Eglin? Dhe kjo nuk kupton që raporti i tyre, marrëdhënia e tyre është një marrëdhënie shumë e mirë. Dhe Gjesti dje me Kastile e konfirmoi me këtë veprimin që bëri që është në një marrëdhënie me Eglin dhe marrëdhënia e tyre shkon shumë mirë, derisa e mban dhe në varse, derisa e përmendën dhe në koncert, derisa sepse po të mos kesh marrëdhënie me një vajzë nuk e përmendën dot, sepse reagon me një herë ajo. Domethënë, derisa në intervista e la të kuptoj që ka një marrëdhënie, sepse unë i besoj sinqeritetit të Gjestit dhe Gjesti do kishte thënë për shembull që s'ka gjë. Kjo nuk kupton gjithçka në këtë mes.